Wallahu i lartësuar na flet në këtë sure, e cila quhet pra Surja Al-Qadr, na flet për natën e Kadrit. Natë e veçantë. Natë ku profeti sallallahu alaihi wasallam e ka kërkuar me ngulmim, me përkushtim, me namaz, mënyrë që ta arrinte këtë natë. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Inna anzalnahu fi lejlatil qadr." Ne zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. Natë ku në të ka zbrit mirësi për ne. Se Kur'ani është me të vërtetë mrekullia më e madhe që u tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Është mirësi për ne si besimtarë, sepse Zoti i gjithësisë ne na ka dhënë mirësi të ndryshme. E mirësia më e madhe që na ka dhënë Allahu i lartësuar është kjo fe, Islami. E Islamin ne e mësojmë pikërisht në këtë libër, në Kur'anin që na ka zbritur Allahu i lartësuar. Zoti i gjithësisë Kur'anin e ka zbritur në natën e Kadrit. Prej Lauhul Mahfuz, që është një libër në qiellin e shtatës, e ka zbritur Kur'anin në natën e Kadrit në qiellin e dynjas. Dhe më pas në natën e Kadrit i ka zbritur pjesa e parë e Kur'anit profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Pra, fillimet e surës Al-Alaq. Gjibrili e zbriste profetit sallallahu alaihi wasallam, pra prej Allahu të lartësuar tek profeti alaihi as-salatu was-salam. Kjo natë Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Inna anzalnahu fi lejlatil qadr, wa ma adraka ma lejlatul qadr." Ç'të bëri ty të dish se ç'është nata e Kadrit. Allahu i lartësuar kur e përdor këtë metodë në gjuhën arabe, do të thotë që kjo natë në të vërtetë ka veçori, me të vërtetë është e veçantë. Dhe më pas vjen ajeti i Kuranit ku thot Zoti i gjithësisë: "Lejlatul qadri khairun min alfi shahr." Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Imagjinoje 1000 muaj. Pra të kryesh adhurime 1 jetë të tërë. Shpërblehesh nëse ti kry natën e Kadrit, pra i falesh për Allahun e lartësuar me shpërblim, sikur i fal 1 jetë të tërë. Men qama lejlatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush falet gjatë natës së Kadrit, duke besuar dhe shpresuar shpërblimin e Zotit, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Besimtari mediton te ky hadith i profetit alayhi salatu wassalam. Kush falet natën e Kadrit duke besuar. Kjo çështje e parë është bazë. Çdo vepër, çdo punë që bën në mënyrë që ta rish shpërblimin tek Allahu i lartësuar, nevojitet besimi. Besimi i Allahut, besimi i profetit alayhi salam, besimi i ditën e gjykimit, besimi pra në Kur'an, besimi në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, porosit e tij. Pra në tërë fenë nevojitet besimi. E më pas patjetër pasaj vjen shpërblimi. Lejlatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Natë zpresin me lajket, zbret Gjibrili, kryesori i melajket, meleku më i madh, meleku i shpalljes, dhe ai nuk zbret në tokë vetëm se për një çështje madhore. E kjo natë është natë e veçantë. Zbritja e melajkeve në tokë është shenjë që zbret mëshira, zbret rahmeti, zbret bereqeti. Nëse do të lexosh
që me lajket, për shembull, kur njerëzit ulen në përmend Zotin e qetësisë, mbulohen prej me lajket, mbulohen prej rahmetit, mbulohen prej me mëshirë. Dhe përmendet në hadith profetit alayhi salatu wassalam se numri me lajkeve natë në tokë është më i madh se sa numri i burrave. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Natë ata zpresin me lejen e Zotit me çdo urdhër të Allahut për caktim. Dhe ne besojmë për caktim. Besojmë se një përcaktim ka ndodhur para se krijohen krijesat 50.000 vite. Pastaj i dyti kur është krijuar Ademi alayhis salam. Më pas çdo njeriu në barkën e nënës, kur i mbush 4 muaj. Dhe më pas është përcaktimi tjetër që bëhet vjetora, i bëhet në natën e 4, dhe përcaktimi tjetër që është përcaktimi ditor. Këtë natë që ne ndodhemi sot është nata e 23, natë teke, ku shpresohet ne kërkojmë natën e 4 në tjerë netët e fundit të Ramazan. Më shumë të shpresojmë në netën teke, dhe mundësia më e madhe është që ajo natë është në natën e 27, por mund ketë mundësi që ajo natë edhe të lëviz. Prandaj ne shfrytëzojmë këto 10 net me adhurim, me ibadet, në mënyrë që shpresojmë tek Zoti i qetësisë që të jemi prej atyre që i pranon Allahu i lartësuar, Allahu më shpërblet.